Muftinia e Gostivarit sonte ka shtruar iftarin tradicional të Ramazanit. Në këtë pritje zyrtare në iftarin e shtruan me Komisionin e Riasetit, imamët, mulerizët, muezinët, mualimët dhe këshillët e xhamive të rrethit të Gostivarit. Kreu i Basisë Fetare Islame, Shaqir Fetaj, shprehu falëndërime dhe urimet më të sinqerta për muajin Ramazan dhe në shembull njohë për munin dhe sakrificën e besimtarëve të Gostivarit. Sonte vërtet ishte një natë e madhe, natë e iftarit të një dite të muajit të Ramazanit, por edhe një ditë e madhe për nga organizimi, pritja e bukur nga muftiu dhe muftinia e Gostivarit. Ishte prezent sonte delegacioni republikan i Bashkisë Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut, nga të gjitha strukturat e saj, për të vizituar muftininë e Gostivarit, siç e themi ne gjithmonë, të jenë në mesin e besimtarëve tanë, për kur gjë tjetër vetëm t'ju shprehim falenderimet tona, mirënjohjet tona, për kontributin e madh që japin në territorin e muftinisë së Gostivarit, për organizimin e jetës fetare, e në veçanti për kontributin e madh që japin në institucionet e nivelit të lartë të Bashkisë Fetare Islame, siç janë institucionet fetaro-arsimore, Fakulteti i Shkencave Islame, si dhe organizimeve tjera që i ban Bashkia Fetare Islame. Unë mendoj se deri më tani kemi patur një Ramazan mirë të organizuar, me aktivitete të nduarta për të gjithë pjesëtarët e Islamit, duke qenë në të gjitha sferat e jetës së besimtarëve, nëpërmes ligjeratave të ndryshme, nëpërmes në mediave, të cilat totalisht kanë qenë në shërbim të shpjegimit të vlerave të muajit të Ramazanit. Unë falenderoj muftiun e Gostivarit, Haxhi Sabahuddin Efendi Zendeli, për këtë organizim jashtëzakonisht të bukur, të mirë. Njërit falenderoj të gjithëve të cilët janë përgjigjur thirrjes së muftinisë së Gostivarit, e në veçanti falenderoj stafin tim, pra Komisionin Republikan që ishte sonte në gjithat numrin që është i caktuar. Shfrytëzoj nga rasti që edhe një herë besimtarëve që uroj këta ditë të Ramazanit të bekuar, që të arrim me suksesin më të madh, me kënaqësinë më të madhe, festën e madhe të Fitr Bajramit. Allahu na i bëft kabul gjitha aktivitetet tona që i bëjmë gjatë këtij muaji. Në koqiri këtij iftari, muftiu i muftinisë së Gostivarit Haxhi Sabahuddin Zendeli u shprehu mirëseardhje të gjithëve dhe bëri luqe që agjerimi, adhurimi dhe kontributi në mirëmbajtjen e institucioneve fetare arsimore të mos mungojë asnjëherë. Është kjo një simbolik që iftari, përveç gëzimit që ka besimtari në hapjen e tij, por në kuptim të organizimit dhe zhvillimit të jetës fetare ka një kuptim të veçantë, sepse të gjithë këta që sonte ishin prezent në këtë iftar janë subjektet kyç të ngritjes, zhvillimit, organizimit dhe kultivimit të jetës fetare, qofshin ato në xhami, qofshin në medrese, në fakultet dhe në Basinë Fetare Islame dhe gjitha muftinitë e saj të shtrirra. Ne sonte si muftini unë ndjem tepër të kënaqur dhe të privilegjuar me pjesëmarrjen e madhe, qoftë nga antarët e riasetit, por sidomos në punëzve fetare të muftinisë së Basisë Fetare Islame, dhe këtu më lejoni që të falenderoj dhe shpreh mirënjohjet tona për kontributin e jashtëzakonshëm që japim, që fjala e Allahu xhaleshanuhu, vedia islame dhe organizimi mirëfillt i jetës fetare islame të jetë ashtu siç u dha shembulli sonte i vetë personaliteteve prezent në këtë iftar. Më lejoni që të falenderoj këshillat e xhamive për kontributin dhe sakrificën e tyre dhe të lut Allahun fuqiplot që gjitha kontributet, mundi, angazhimi i tyre gjatë muajit bekuar të Ramazanit në kryerjen e punësit fetar, por edhe gjithë besimtarët, Allahu xhaleshanu të pranoj këtë mund, ibadetet e tyre, agjërimet e tyre dhe inshallah të gëzuar dhe të lumtur të arrijmë natën e Kadrit, por edhe gëzimin më të madh
të këtij muajit, në përfundimin e këtij muaji, siç është dita e Bajramit. Pas iftarit, përfaqësuesit e riasetit të Basisë Fetare Islame të Republikës Maqedonisë së Veriut u shpërndanë nëpër disa xhami për namaz të teravive dhe ligjërata drejtuar besimtarëve të Gostivarit.